Reshje dëbore, shiu dhe orë me diell, parashikimi i motit për ditën e sotme. Vendi ynë gjatë kësaj dite do dominohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Kalimet e erpasershme të disa qendrave me vlera të larta presioni me origjinë atlantike do të bëjnë që moti në vendin tonë do të dominohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Ditën e sotme dhe të premten reshjet parashikohen të jenë të herpasershme me intensitet të ulët, ndërsa hera herës shtrëngata të karakterit lokal. Megjithatë, gjatë këtyre ditëve nuk do të mungojnë intervalet erpasershme kthjellimesh dhe orë me diell. Era shfaqet intensive dhe problematike me drejtim nga kuadrati jugut 2 deri në 9 metër në sekond, ndërsa në Bregdet e Lugina nga 11 në 17 metër në sekond, të shoqëruar me dallgëzim të forcës 3 deri 5 ball. Vlen të theksohet prezenca e mjergullinës në zonat luginore dhe pjesërisht zonat e ulëta në orët e para të mëngjesit dhe në momentin e reshjeve të shiut.